janë 18 ditë të papara në historinë e Shqipërisë. Kur do njëherë shqiptarët nuk janë derdhur në rrugë dhe sheshët e kryeqytetit tyre në emër të asaj përgjegjësie, që është përgjegjësia e lartë, më e lartë, pas përgjegjësisë para Zotit, përgjegjësisë qytetare. Qytetarë dhe rinia shqiptare kanë mbushur sheshet dhe rrugët e Shqipërisë absolutisht, jo kur si një lëvizje fashiste, apo antisemite, apo antitrampiste, jo dhe jo. Ata kanë mbushur rrugë dhe sheshet kundër një diktaturë autoritare që shkelmon, që zvarrit, që shkelmon të drejtat e njeriut dhe zvarrit qytetarët. Belindën po e përgatit për arati. Cili nga ju ka shoqëruar Belindën? Cila nga ju në skafe, në udhëtimet e saj në Greqi me skafe? Do dilni se kujtoni ju se deti nuk ka sy. Edhe deti ka sy. Ja u themur ju, dhe ai po pret të kaloj dhe pak që ta arratis Belindën. Ndaj dhe skapi i partisë nuk lëshon, nuk e sjell. Bënë sikur e sjell, po jo nuk e sjell mandat arrest e saj për s'dyti. Jo, rrënit qetë, nuk e keni këtu. Nuk e sjell, se ajo po përgatit me ikë, a u thonë.